Përshëndetje të dashur ndjekës të televizionit Shpresa. Sot në studio ndodhet profesor Pëllum Pilinçi. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Sot do të flasim për aktualitetin. Tirana dridhet. SPAK arreston pa mëshirë. Mesazhi i zi për Ramën nuk fal. Profesor, mund të na sqaroni për mesazhin që SPAK i përcjell zotit Rama? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodhin, e di që prisi pa durim, sepse jam vetë 50 vjet emigrant, e di që ndjeni dhëmsuri për kombin, për Shqipërinë, sepse kur del jashtë ndjen me dhëmsuri për vendin tënd. Po dashur shqiptar, u erdhi dita që të riktheheni. Unë shoh një foto, ne sidomos unë kam të drejtë të dashur bashkëdhetar shqiptar të kthe përgjigje. Dua apo s'dua, dua të kthej. Na i dërgojnë njerëzit dhe thonë mund na ktheni përgjigje për çdo foto, sidomos gazetarja. Unë shkoj aty, SPAK-u merr vendim. Dashur bashkëdhetar shqiptar, SPAK-u është në përfundimin e sipërme. Gjithmonë kanë thënë që SPAK-u nuk është i Amerikës, SPAK-u është i Edi Ramës, jo dashur shqiptar, SPAK-u paguhet nga taksat e Amerikës dhe SPAK-u do përfundoj, Dumani do përfundoj arrestimet komplet. Ti jeni të sigurt për këtë. U erdhi dita dhe dita e Dumanit s'ka më. Dumani i ka firmosur fletë të arrestimit ka kohë, po si që kam thënë, problemi ka qenë të 11 prokurorët Kellepeja. Ajo i ka bërë gjithë problemet. Por ata, si që u kam thënë edhe atyre më para, që në qoftë se ata pengojnë përsëri, ne do t'i nxjerrim dosjet e tyre, fotografitë e tyre dhe pasuritë e tyre. Pra, unë e shoh foton, kryefjala u thash qarësh, tronditet, dridhet SPAK-u, arrestime pa mëshirë, mesazhi për Edi Ramën. Dashur shqiptar, si që u kam thënë, propaganda e kafeneve të Shqipërisë, kudo, kanë paguar aq para, sa s'kanë lënë kafene dhe shqiptar me ato republika, që deri i dje ishin dashamirësit e Ministrisë të Brendshme, bëjnë propagandë në publik qëllimisht dhe thonë SPAK-un e ka Edi Rama. Edi Rama nuk ka asgjë në dorë dashur. Ato, SPAK-u e ka vendosur, si që a thashtë edhe mbrëm, që kur vajti në Amerikë, duhet i të ishte arrestuar zëvendës kryeministria dhe shumë njerëz që kanë bërë kaq vjet dallavere, po më të madhe, më korrupsion i papar që është bërë fusha e aeroportit të Vlorës. Aty do dalën dashur bashkëdhetar shumë të quajtur milionerë, si nga Kosova dhe nga Shqipëria, sidomos zëvendës kryeministria ka firmosur shumë gjëra, nuk është vetëm tuneli, por janë shumë gjëra që janë të gjitha, ishin përgati për arrestime, po si që thash, Kellepeja i ka ndaluar arrestimet, sepse dhe ata janë mbushur deri në gryk, duke vjedhur e duke coptuar Shqipërinë. Pra, arrestimet janë minuta dashur bashkëdhetar, Edi Rama nuk ka me qetësi. Pra, kjo është gazetare që tamam Tirana dridhet, jo dridhet, po Tirana është në zjarr për ish 35 vjet deputet, ish ministra, ish kryeministra, ish presidenta, si që thash, të gjithë të dashur bashkëdhetar shqiptar, 35 vjet, që kanë qenë president, do shkojnë në burg. Do paguajnë demin që kanë bërë, pasuritë e tyre nuk i kanë të dashur bashkëdhetar shqiptar, as mbretërit e Evropës, as mbretërit e Arabisë, as pasunikët e Turqisë, as milionerët e Amerikës që e kanë me qindra vjet të lënë pas gjyshve, stërgjyshve, baballarëve tyre. Kurse këta, për 30 e ca vjet, ja kanë kaluar si manja e të tjerë,
kurse këta të dashur shqiptar, gjoja të fshehur në PD, të fshehur në PS, kanë bërë jo miliona, po biliona dollar. Ato do t'jenë tuaja. Ata do përfundojnë jo vetëm në burg. Unë ua kam thënë, burgu për ata është gjyq popullor. Dhe ka përfunduar, është me ditë. Flas në SPAK, Dumani sulmon kolegët, rrezikohen prokurorët e posaçëm. Çfarë fshihet pas sulmit? Profesor, mos vallë po ndodh ajo që ju keni thënë, që keni paralajmëruar, që do të arrestohen anëtarët e SPAK? Përsëri shqiptarët e mi që më dëgjoni, çdo gjë që kam thënë janë me baza, janë reale. Çdo gjë që kam thënë, unë i di shumë gjëra. Unë nuk marr lajmet nga kafenet, apo nga shqip folësit, apo nga këta të quajtur gazetarë analistë që i shërbejnë sërbit, unë lajmet i di. Unë ua kam thënë gjithmonë dashur shqiptar, unë ka 50 vjetë në Amerikë. Ka 29 vjetë puna ime. Unë nuk marrë urdhë, dikur mirë një urdhë. Unë s'marrë urdhë dashur shqiptar. Unë japë urdhë. Dhe unë jam në gjendje dhe çdo gjë që bëhet në tokën e Shqipërisë, kur them në tokën e Shqiponjave, Malzi, Maqedoni, Kosovë, edhe pjesën tonë në Çamëri, shëgojmë çdo gjë. Pra të dashur shqiptar, unë kam thënë, jo vetëm nga SPAK-u që do arrestohen, ata na kanë penguar dashur bashkëdhetar shqiptar, dhe sidomos ish kryetari SPAK, që ka qenë Shkodër e kudo, ka qenë dashamirësi i Ministrisë të Brendshme. Ai kishte atlete të grisura, ka vila sot dashur shqiptar. Është në SPAK. Si ai janë e 4-5 të tjerë që do arrestohen. Ata kanë nxjerrë lajmet të fshehura. Pavarësisht se ata nuk kanë ditur shumë lajme, Byroja Kombëtare i di ato. Pra, gazetare, çfarë kam thënë unë, bile mu s'kam thënë shumë gjëra. Sepse po të them shumë gjëra, shqiptarët thonë, po Pilinçi po na gënjen, Pilinçi na ka thënë do arrestohen, ka 5-6 muaj më para, nuk janë arrestuar, nuk janë bërë, po unë kam thënë, Pilinçi nuk ka kyça. Pilinçi di çdo gjë, i dim gjërat, nuk na mungon asgjë, por do t'i arrestojnë. SPAK-u paguaj për atë punë. Paguaj rrogën më mirë se në Amerikë. Familjet e tyre paguajnë. Ushqimet e tyre, rojet e tyre. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar. Edhe kur flenë këta të SPAK-ut, jo vetë SPAK-ut, po çdo njeri, edhe çfarë flasin në ëndër, ne i dim. Sepse e duam kombin e Shqipërisë, sepse kombin e Shqipërisë e kanë coptuar prej 87 vjetë me regjimin bolshevik komunist, i urdhëruar dje nga OTB-ja, 35 vjetë me spion sërb, rus, grek e francez. Pra, erdhi koha dashur bashkëdhetar, unë shoh 2 prokuror këtu, që dalën çdo ditë në televizor, në atë net televizor. Dalën dhe flasën, që kështu do bëhe, asgjë nuk din. Absolutisht asnjë s'di. Pra, do përfundojnë arrestimet se s'bën, duhej përfunduar 6 muaj përpara. Po si që thash, Kelepeja të 11 edhe më në krye ishte zonja, ishte edhe dije në mbledhje, pra, unë po i them edhe një herë, lini të arrestohen. Mos i pengoni fletë të arrestimit se nuk ka më kohë. Shqiptarve po humb durimi. Ata mendojnë se mund të bëjnë një revolucion në Shqipëri. Ashtu si menduan që suall të UÇK-s. Po jo, çdo gjë është në kontroll. Çdo gjë të dashur shqiptar, mos kini hall se nuk digjet Shqipëria më. Iku në 97-ta. Ikën tërë ato vite të naftës që kanë dhënë, ikën.
Por aman, vërtet ju keni vojtur, po aman ju do pasurohin. Me pasurit tuaja, të gjyshve dhe stërgjyshve tuaj, pasuria do t'i kthehet çdo njeri, para arsye, disa më thonë, por mirë më Piliçi, nuk do ketë burge, do t'y ushqejmë këta, jo, do punojnë. Do lidhen me zinxhir në trup, e me këmbë ta kenë 1 metro të gjatë, që të prashisin, që të hapën rrugët, të presën ferrat e rrugëve, të mbledhen mbeturinat e autostradës, tamam si në Amerikë. Dhe policia do rri majkalit, t'i shëgoj, pra ata do punojnë aq fort sa ti dalin në përhund demi që ata i kanë bërë kombit dhe Shqipërisë. Regjia të lutem. Foton tjetër. Dalin emrat. Gjak i ri në drejtësi, ja kush do e zvendësoj Dumani. Profesor, ju i qëndroni asaj që keni thënë se Dumani nuk do zvendësohet, por do kryej detyrën? Unë nuk kam thënë të ashtu shqiptar që Spaku, Dumani që është sot, ai do përfundoj arrestimet. Jo të gjitha. Do në ngelen e barë për të tjere që t'i lidhen me litar e t'i qojmë drejt burgut dhe ju, da që i pështyni, da që u bini me domate, po të ketë domate, ju do t'i bëni gjyqin ushtarak. Gjyq quhet gjyq popullor. Nuk bën me dashur shqiptar. Këta përfundojnë. Qëllimi është, pse thot Dumani, që edhe nga vetja e ka thënë, jo një herë, për ka thënë shumë herë, edhe para të quajtur parlament, para ignorantëve, para shqipfolësve, tha që edhe ne kemi problem nga vendi. Po. Por nuk do bëhet me i ri. A ditë që ne i kalojmë në qeveri, që kalojmë në zyrat, për të shërberë kombit, do t'jenë shërbëtor të kombit, nuk kam Spak. Spak është prekuroria dashur shqiptar. Duhet ta kuptoni. Prekuror janë ata. Po kjo u bë Kastilje. Do me thënë, u përpilua, u organizua në Amerikë dhe u bë qëllimisht për të arrestuar 35 vitet që kanë coptuar Shqipërinë. Pa marrësi se ca vjen në Spak, ma ka marrë pasurin, ma ka marrë to. Nuk është pra të punë. Spaku dashur shqiptar është për këto më dëgjoni me vëmendje. Është për piramidat që u marrë parat. Është për 97-ën që u vranë 5.000 vetë. Është për naftën që është punë sërbit për të vrarë bosnjakët dhe më vonë për të vrarë shqiptarët në Thelentën. Është për 21 janarin. Është për bombën që u hodh në Gërdec. Amam si bombë atomike. Vrau fëmijë. Ata ishin pa bukë. Vinin mbanin fyshekët. Ata s'kishin ngërën bukë të dashur shqiptar. I kemi të gjithë fotografit. Punonin si slev në tokën e tyre. Ata ishin pe ati fshati. Po Çuberi Fatmiri, të marrësh një nga rruga, e ta bësh ministër të mbrojtjes, që ishte e paparë. Ta marrësh nga rruga, një qurrash, e ta bësh ministër, dhe bënte tregti me fishek i shpinte në Afganistan, e kudo, ne kemi gjitha. E ndronte emrat e fishekve kines, i bënte shqiptar. U vranë fëmijë, pra të dashur shqiptar, nuk ka më Spak të krijohet. Këta do të përfundojnë. E njëherë i them kryetarit Spakut, ai po më dëgjon, e njoh mirë biografinë e tij, që ditën që ka lindur, djali mirë, është nga një vend patrioti, pavarësisht se ç'thon PD-ja e PS-ja, mbarohe me sukses. Nëse ti e mbaron me sukses këto ditë, ti do nderohesh, je i ri, mund të kesh detyrë shumë më lartë. Nëse ti
nuk e mbaron me sukses, më vjen keq të them, por ti do vash në burg. Sepse lajmet që kemi marrë dhe sot, që na vinë nga 11 prokuror, e kanë fjalën për Kelepen, që kanë thënë edhe sot na telefonuan, e na thanë, ne nuk pengojmë asgjë, apo më dëgjon. Kryetari i Spakut, Kelepeja ka thënë që ne nuk po e pengojmë absolutisht. Sepse nga ata janë non grata, sepse nga ata kanë vila, hotele. Nëse ti e mbaron me sukses, mbaj mend, ti do kesh sukses në Shqipëri. Sepse unë shpresat që i kam nga të rinjt. Me të rinjt si ju, do mbaje Shqipëria. Me këta që rrinë për kafene, me këta spiuna, palo spiuna, ordiner spiuna, që do t'i shini vetë të dashur shqiptar, t'i quajtur analist e gazetar. Nga kaptera, u bën analista dhe gazetar që i shini për natën për televizor, në Dumja, me radhë e në të tjerë. I shini, bëjmë provokime. Ata e kanë coptuar Shqipërinë, së bashku me prokuror, së bashku me gjyktarët që i shpjen gjyqet nga lartë, poshtë, nga poshtë, lartë. Që i anullojnë, që kanë bërë pazar dashur shqiptarë. Shumë prokuror do arrestojnë, shumë gjyqtarë do arrestojnë, sepse e kanë coptuar Shqipërinë, sepse pasurinë që ke patur të nënës, të babës, të gjyshit, të stërgjyshit, nuk e ke marrë. Pa pasuri nuk ka demokraci në botë. Pasuria është mbi të gjitha. E kanë blerë me djerës njerëzit. Kanë punuar në Amerikë me shekuj dhe janë këthyer dhe kanë blerë pasuri atë kohë të quajtur me flëri. Kurse sot, pronari e quajnë ish pronar. Jo, a ish pronar. Pra, gazetare nuk ka më spaku është ky, përfundimin e përfundon ky, do të ketë prokuror të ri, jam i bindur. Të gjitha ata që kanë marrë universitetin, dofta ju më dëgjoni. Të gjitha ata që kanë marrë universitetin real, jashtë shtetit apo në Universitetin e Tiranës, e përsërit e njerë, jashtë shtetit apo në Universitetin e Tiranës të shtetit. Na lajmëroni sa më parë, të vini të zini vendet, kur e mbaroni universitetin, si në Amerikë, dhe mbaroni dhe testën e fundit, ti ke drejt besh qatë ditë prokuror. Këta e kam bërë qëllimisht, ju të rinjt që jeni jurista, e kam bërë qëllimisht që duhet kishe 15 vjet punë, do me thënë, ti ishe 15 vjet spion, i këtyre, apo ish komunistave të parë, kishe drejt vijen. Jo, në Amerikë, kër e mbaron universitetin, bën testën e fundit, në pyetjet e fundit, automatikisht shkon avukati i fukareve, i popullit, ose prokuror automatikisht, ose punon pranë gjyqtarëve. Ju do t'jeni të lumtur. Me këtë rast, u them, që janë jurist, të rinj, të reja, kudo që janë, që unë e di që janë pa punë, ata që janë më të mirë, që janë doktorë, e janë në Shqipëri, që janë inxhinerë, si ai djali që na dërgovi nga Italia edhe vjen këto ditë, do vini intelektual, e janë sepse Shqipëria ka nevojë për ju, e jo për këta agentët e spionët, palo spionët, që do t'i shihni që kanë bërë me ekrudhat që ka prishur, që kanë bërë me aeroportet, miliona e miliona dollar që janë nga ju, që dijes kishën para këta. Pra këta do t'jenë në burg. E janë i sa më parë. Dhe gjatë lutëm e foton tjetër. Prokuroria shkundet. Rama qohet nga takimi. E vërteta e arrestimi që trondit publikun.
Profesor, mund të na thoni pak më shumë pse zoti Rama është kaq i trazuar? Unë po shoh të dashur shqiptarë, po shoh gjyqtarin që e vran e njerë me gjetë, kërkoj falje familjes së tyre për të ndjerin. Edi Rama iku nga mbledhja, sepse Edi Rama u ka dhënë urdhër. Të dashur shqiptar, Edi Rama ka shumë kohë që është në shtetë, ka qenë kryetari i bashkisë, ka qenë ministri i arsimit në fillim, i të rinjve. Edi Rama ka futur hundët kudo. Ai i lajmëron kur drogiset, i lajmëron kur është i pirë, i lajmëron kur mbyllet në brëdhomat, e kuptoni çfarë kam dërmend t'u them. Lajmëron, ai është në gjyq, ai është në prokurori, ai është në familje, ai është kudo. Për Ahmet që u vra, por aman, që të rish 30 e ca vjet të kërkosh pasurin, e pasurin tjetrit të ta marri, që os ishte parë do njëherë, sidomos në shqiptarë, që kemi zakon, që kemi respekt për njëri tjetrin. Nuk ja marrëm pasurit njëri tjetrin, nuk e marrëm t'ja kalojmë kufirin, themi kjo është pjesa e onë, që i dim rregullën. Ka një disiplinë, ka patur një rregull, ka qenë ligji i kanunit dashur shqiptar. Ky ligj, që është Texas, është në Amerikë, ky ligji amerikan që do bëhet këtu. Ligji i kanunit ka patur një rregull. Shqiptari me shqiptar e doni njëri tjetrin. Lagja me lagjen e ndihmoni njëri tjetrin. Vëlla me motër, diqe motra kur i vinte e vëllai, qa nuk bente. Bundoshë të kishte gjerm më të mirë ta kënaqte. Vinte i mi, kënaqin fëmijë. Kishte dritë në atë shtëpi kur vinte një mik. Ka rritur sot të dashur shqiptar, vëllai me motrën zihet flok për floku. I del dëshmitar në gjyq. Vëllai me vëllan vritet për një copë pasuri. Ka rritur në atë gjendje që spionazhi ka futur hundët brenda në familje, për të shkatruar familjen. Nga ana tjetër, fëmijët që i kanë të rinj, u japën droga, që të mos kenë shpresë mbas 10 vjet, siç them unë gjithmonë, që të rinjt do kenë Shqipërinë në dorë. Pra, siç e thash më parë, ka shumë gjyqtar, që gjyqet nuk i kanë bërë në rregull, po i kanë bërë në porosi. Ka shumë prokuror që kanë ndihmuar atë që se ka patur, apo ka ndarë atë që s'ka desh ta ndante. Po unë po them gjyqtarëve me këtë rast, e prokurorëve, e palo avukatëve. Ju do kini lirim nëse ju dilni në publik dhe thoni, po, unë jam gjyqtar prej 20 vjetëve, s'kam rrugë tjetër, jam kërcënuar nga kryeministri, i dikurshëm o i sotshëm. Jam kërcënuar, më kanë thënë që dënoje këtë, o mos e jepja këtij pasurinë, po e jepja këtij, s'kishe rrugë dali. Nëse ti i thua këto të vërteta, ti nuk bën një ditë burg të mirë pasuria, po nuk burgosesh, për arsye se ti thua realitetin, se ne i dim, shumë gjyqtar janë të detyruar, i shohim, unë i shoh çdo gjë kam parë, shumë prokuror janë të detyruar, që bëj gjyqin dënoje këtë. Pra, gjyqtar, prokuror të KLP-s, gjyqtarët e kushtetutës, nëse ju u kam detyruar, erdhi koha të thoni të vërtetën, erdhi koha të mbroni fëmijët tuaj, erdhi koha të mbroni fisin tuaj.
të mos truproheni, se ka ardhur koha dashur shqiptar në tërë botën, a e pat presidentin e Francës, kaq vjet president, 5 vjet në burg, iku sot. Pra nuk kini ku vini, e në henë të vini, këtu në burg do t'jeni. Po burgu do t'jetë shumë i ashpër. Nuk do t'jetë të rish në një dhomë, po si që thash, do t'jesh i lidhur në Brest, me zinxhir kemët, duart, t'i kesh të lira të hapësh rrugët. Me ju do të bëjmë rrugët, kodrat. Nëse ju thoni të vërtetën, gjithë pasurin e dorëzoni, nëse ju thoni me fakte, kush u ka detyruar nga këto 2 palo partit? Nga këto 2 që janë udhëheqës për 35 vjet. Pra gjyqtar, po më dëgjoni me vëmendje, nuk keni ku vini. Ne jemi në shikim, çdo lëvizje që bëhet në tokën e shqiponja, nuk e kam fjalën vetëm se u them gjithmonë tirani. Dhe disa më shkruan e thonë, quhet tiran. Të dashur, unë e di që quhet tiran, po tirania është bolshevike. Këtu e kam fjalën. Unë e di që quhet tiran. E di para te që si quhet tirana. Si ishte dje dhe si është sot. Por, e kam fjalën, të dili të gjithë, profesorët që keni marrë para, keni qenë detyruar, sepse ju e keni bërë krim, që i keni nxjerrë studentët, që u keni dhënë diploma, u keni marrë para, dhe nuk janë të aftë. I keni nxjerrë mjek, dhe nuk janë të aftë. Vdesën njerëzit. Unë kam të dhëna të dashur shqiptar, që një grua që lind e aperojnë, për t'i marrë parat. 19, një e lenë të lirë. Kur kam pyetur, jam habitur. Po pse? Dikush më tha, do vete t'i rinë e koka vajzës. Po pse? Sepse duan të më mbajnë e disa ditë, se e aperojnë. Po pse të aperojnë? Se duan para, thikat i kanë në gjep. Pra ju doktor, që keni bërë dëm, që keni bërë shqiptarët në këtë gjendje për para, nesër nuk do keni asgjë. Jo vjedhjeme, do ketë ligj, do ketë kushtetut, do ketë rroga moderne si pas punës që bëjnë. Pra, gazetare, gjyqtari iku, kanë ikur shumë si ai gjyqtari i Vlorës, i Fierit, i Shkodrës ka ikur dikur, edhe i Elbasanit. Pra, të dalin gjyqtarët e të thonë realitetin e mjamë me urdhër. Shkundet Shkupi. Rezultat si kundër më parë. Ali Ahmeti vjen vendimi i fortë politik. Profesor, si e shpjegoni rënien e Ali Ahmetit? Unë e kam thënë edhe përpara shqiptar, më dëgjoni, sidomos Maqedonia, e Aleksandrit, e Shqipërisë. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, kemi 70-80 ca vjet që ne demin ja kemi sjell vetvetes. Ashtu si në Maqedoni, ka shqiptar më spion se spioni u të bës. Unë e pash edhe Ali Ahmetin, ka erdhë përpara, para 6 muajve, besoj se 6 muaj, erdhi në Tiranë një kryetari i bashkisë dhe i dha një dekorat. Dhe pa pikë turpi, doli se tha, unë kam luftuar me UÇK. Po si ai edhe shumë të tjerë, e nga Shqipëria. Të dashur shqiptar, në Maqedoni, në Shqipërinë tonë, a e Shqipëria, janë mbi 89 nëngrada. Ali Ahmeti është nëngrada ka vite.
e i biriti. Kanë vjedhur aq para sa nuk din ku ti fshejnë. Mua vjen keq për të rinj që të burgosen. Unë e di që Maqedoni do bëhet qeveri teknike edhe atje. Prap. Ashtu dhe në Kosovë. Unë i shoh Edi Ramën që e ka mik Ali Ahmeti. Sepse janë të një kategorie. Dhe shqiptarët nuk e votuan. E dinin se e tepruan. Po Ali Ahmeti erdhi dhe pardije të premte. Erdhi, po erdhi u QK dhe doli në tribun. Duan shumë njerëz tribun që nuk e njihnin fare u QK-n. Unë po va them edhe një herë të dashur shqiptar, unë kam dokumenta, fotografi, para se të fillonte lufta me serbët. E ka fjalën për Amerikën. Hashim Thaçin e kanë thritur që në fillim djalë i ri. Unë kam fotografi, pavarësisht se çka bër kur ka qenë kryeminist, president, atë e merr historia. Atë e ka dosja. Po i vetmi njeri që sekretarja e shtetit Albright e ka marrë që të ishte në UÇK, që të ishte në luftën e Serbisë. Djalë i ri, unë kam qindra fotografi, e duke filmosur, e të tjerët. Dhe kam njerëzit që nuk e filmosën. Një shkrimtar i Kosovës nuk e firmosi. Berisha nuk e firmosi. Rugova nuk e ka firmosur për të hyrë Amerika. Amerika e qiroi dashur shqiptar. Mua nuk më erdhi mirë ku nuk pash flamur amerikan ke Skënderbeu. Ai flamuri amerikan, ky flamuri amerikan e qirovi Kosovën. Që e bombardovi. Clintoni, kur bombardimi filloi, pas 2 ore të bombardimit, Clintoni doli para popullit amerikan dhe tha jemi në luftë me Serbinë. Ky flamur e shpëtovi. E nuk e shpëtovi as Ali Ahmeti, e as ata që rrajnë gjoksin sot, UÇK-ja, duhet të jetë përgjithmonë si shembull. Ajo është ushtria. Kurse ata që janë sot në parlamentin e Kosovës, Kurti me shok, se kanë deshur kur UÇK-n. Se ka deshur UÇK-n as Edi Rama. Por Edi Rama e bëri qëllimisht në parlamentin shqiptar që tha UÇK-ja do vi edhe unë do mbaj fjalimin. A i donte që të diqe Tirana, se ishe 400.000 veta, qindra e qindra autobus, nga Malizi, nga Maqedonia, nga Kosova, Mitrovica, nga të gjithë qytetet e princave të Shqipërisë të Kosovës. E panë si u blodhë, po mendonin që të diqe Tirana, një 97 tjetër, po jo. Këtë donin të dyja partit. Gjoja e njëra s'desh, Berisha nuk desh, kurse gjoja Edi Rama dhe ishin disa fytyrë palar të PS-s që duale atje të dukshin. Këto dihet dashur shqiptar, Amerika e ka shpëtuar Shqipërinë para 100 vjet që ekziston sot. Amerika shpëtovi Kosovën nga thetrat e Serbit. Se në kjo se si ishte Amerika, Serbia e kështë coptuar Kosovën. Unë nuk kam thënë gjithmonë, e ta provoj Serbi. A ishtë non grada presidenti i Serbis. Le ta provoj. Nuk do ketë me Beograd. Po do jetë fush dhe do zbulohen emrat e shqiptarëve të vjetër, që janë themelat që i kanë bërë shqiptarët.
si disa palaço që dalën, thonë jemi grek. Është tona Greqia. Këta greket që janë tani, janë të erdhur, janë ciganë nga Australia. Edhe flasin lartë e poshtë. Edhe i pash edhe sot në televizor një avokat. Po kur të bëhet qeveria në zyrë, ne jemi të bërë. 24 orë ka. Ai që thot jam grek, ti ki më përpara, para se ne të flasim në televizor. Ne dy gjëra kemi në televizor. Ai që thot jam grek, të largohet, nëse ai ka bërdem, kudo që të vejt, do vi këtu në burg. Se grekët që thonë, disa palaço, se shqiptarët me 100 vjetë u kanë dhënë buk, u kanë dhënë tokë, i kanë mbajtur, në një trenim që ishim ne, nuk dinin shqip, greqisht na flisni. Kurse sot, muslimanët janë bërë priftim në shërbim të grekëve. E kanë bërë tokën që në lumi, në shkumbin, thonë është e Greqisë. Kanë vënë kryq vend e pa vend. Kanë vënë varre që nuk janë eshtrat e tyre, po janë eshtrat e patriotëve dhe të fëmijëve. Janë eshtrat e patriotëve talibeut, kërcyrës, që ngriti flamur shqiptar kundra grekëve. Pra, shqiptarët e mi, u kanë robëruar për 35 vjetë. U kanë bërë këtu, vinë grekët, vinë sërbët dhe kanë qenë bosat tuaj. Ngriuni, që jeni shqiptar, jo për luft. Ngriuni t'i thoni kujdo, jam shqiptar, largohu pe vendit. Nuk do ketë një të huaj në tokën e Shqipërisë. Unë nuk kam thënë, do arrestojnë shumë, edhe ambasador, edhe këta Amerikës do arrestojnë, që kanë shirë, kanë bërë vila, po se neve kemi qenë heshti, jo, ne i dim, po e bën vilin, po ku e bën? Në tokën e Shqipërisë, do të gëzoj a i që ka tokën. A të domim ne, të ngrishin vila, të ngrishin hotele, që ju t'i kini. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha, ngriu dhe thua jam shqiptar, jam stërnipi Skënderbeu, jam stërnipat e stërnipave të Aleksandrit të Madh, të Teutës, të luftëtarëve që luftuan të Kosovës. Krahina jonë, është krahina jonë. Me atë flamur, me paça flamur, e kanë vë blu, me ato si oranj, si portokale. Jo, kur ti hiq flamur, zë të pësosh, ky është flamuri jot. Pra, erdhi koha të dashur shqiptar, gazetare, baje mend, Maqedonia shumë shpejt do hy në vendin e dur në Shqipëria me kufi natyror. Kjo është foleja e Shqipërisë me kufi natyror. Regjia të lutem me punën tjetër. Përplasja Kurti Rama, del jashtë kontrollit, çfarë fsheu ÇK? Profesor, pse gjithë ky tension midis dy kryeministrave shqiptar? Pse sillen si armiq? Që të dy kryeministrat shqiptar, si Kurti dhe Edi Rama, janë socialist, janë mësuar me idetë e komunistave. Kurti deshta bënte kooperativ në Kosovën tonë. Unë i them Kurtit, unë shoh këtu dhe Hashim Thaçin, si që thashë edhe më përpara. Hashim Thaçi ka qenë djalë i ri, unë i kam fotografit kur ka firmosur dhe ai duhet ta di. Ai ishte kryesori i Amerikës. Ai ishte kryesori që vizitonte me sekretaren e shtetit Albright. Ai dinte aq sa duhet të dinte.
Sot, ata janë në burg, sepse e kanë futur spionët, e kanë futur ata gazetare, analista që janë në Kosovë, e në Shqipëri. Por, e vërteta do doli si Ramushi. E Ramushi ishte, po doli pa fajshëm. Sepse e për Ramushi flasën keq. Por Ramushi ka vëllezër të vrarë, është patrioti i Kosovës. Pavarësisht se çfarë ka bërë tregëti. Nuk flasën për tregëti të dashur shqiptar. Nuk flasën për pasuri, që sot e ke, nesër s'ke asgjë. Po flasën për çështje patriotizmi. Ramushi ka qenë kryeminist. Janë familje patrioti. Ka vrarë njerëz, ka 2 vëllezër vrarë. Ka fis të vrarë. Ata duhet të jenë në kryet. Pra, e njerë thash, e shoh me keqardhje, është bërë kokë bardhë, fare, nga thash e themet, Hashim Thaçi. Gjë unë e kam djalë të ri, të hequr në fytyrë, kur e firmose që ne jemi me Amerikën, ne duam të çlirojmë Shqipërinë. Mos dëgjoni të dashur bashkëdhetar, thash e themet, për shumë patriot. Por të dalë në pyetja përsëri, si Edi Rama, si Kurti, si Berisha, u them mjaft, angërt, 35 vjet, keni futur në sherr Shqipërinë, me mashtrime nuk shkojnë, sidomos i them Edi Ramës, të ka vajtur atje ku s'mban më. Pejnë janë këputur. Kështu i themi ne shqiptarët. Vine kuqe sa herë e ke kaluar. Por, nuk ke ku vete. Je dënuar në Amerikë. Ashtu është i dënuar edhe Kurti. Pra, gazetare, shkurtimisht, si Kurti edhe ai janë të dy të një fytyrë, po ma vjen keq për Kurti se është djalë i ri, ndryshoi Kurti mendimin, ngrije këtë flamur, po e ngrite këtë flamur, do shpëtosh nga çdo gjë. A keni diçka për të shtuar? Po, unë ishe dje, po thajmë shqiptarëve, kam qenë dje në për cepet e Tiranës, i kam parë me sy shqiptarët, ishe gojnje në sy të lodhur, të mërzitur, të pa bukë, që tjetë të dashur shqiptar, një tregtar, e tjetë pa dhëmbë, i pa rojtur, i pa larë, nuk ka para, që nuk durohet. A i shetë të dashur bashkëdhetar, shqiptar, flisnin me zemër. Çdo pyetje që i bëjnë, ishin të këputur. Jo s'kur ishin në tregëti, po s'kur ishin në xhenaze. Kështu i themi ne shqiptarët. Kur vete një xhenaze, je i mërzitur. Nuk u qeshte buzën. U kishte humbur shikimi i bukurisë. Vetëm ishte shikimi i hidhërimit. Vetëm mendonin, a do të vinin të nesmen të hapnin prapa qelës? Se mos vinte e të arrëzonin edhe atë pjesë që kanë? Unë i shihin në për rrugë dashur shqiptar, mund të shoh dhe foton tjetër, nëse ka. A i shihni është duhan. Më ka bërë një përshtypje shumë të madhe dashur shqiptar. Duhan. Dhe e pyeta. I thash, a shet duhan? Shesën tha, po parat na i marrëm darkë. A i kupton përse shitet duhani, thash. Unë e di një pse shitet duhan. Ja po o themi shqiptar, që nga bërzitja e tepër që ka në familje, a i pi vetëm raki e duhan. Më mirë të marri 2 gota raki, se të marri një copë bukë. Më mirë të pi cigare 3 ditën,
që ta humbasi vëmendjen. Të mos i shohin sytë më. Kur unë pash makina të zeza me gjame, të zinj, hapni dritaret për para, për të thënë shqiptarëve, pra, që shqiptarë ata, nga ata palo shqiptarë, nga ata të deputetve, po t'i shinje fytyrat e tyre të shëmtuara, se Zoti i shëgon. E ta shëmton fytyrën, kur ti i vjedh tjetrit, kur ti vishesh, me lloj veshje, ku ti vete hadark në Milano, në Francë, në Serbi, Beograd, Athinë, kurse tjetri në mbron ditët, kurse shqiptari që ka punuar të shekullin, merr pension $80, ati $80 nuk i dalë, u avën sahatin dashur bashkëtetar, ju i dini vetë, e avën shpejtësinë të madhe që të harxojnë. Çdo thotë kjo. Pra, të dashur shqiptar, nëse e shkoj e mirë, unë dojem të premtem përsëri në për Tiranë, erdhi koha e fundit, unë po i lajmëroj gjithë shqiptarët. E atyre që s'u vjen mirë, por 97% e presën këtë ditë, ne e kemi kryuar. Ministrat i kemi kryuar. Shumë të rinj po na vinë për ambasador. Shumë të rinj kërkojmë për 3 drejtori. Po e them të më gjoni me vëmendje. Drejtoria e policisë nuk do iken policët. Do paguajnë të paktën $1.200 më 2 javë. Veshjet ekstra. Gratis. Ushqim. Gratis. Sepse policat, unë më rëmend ku shkojnë rrugës. E kam fjalën për ata policat, jo për shefat e tyre. E jo për drejtorët e tyre. Ata e kanë barkun, hanë nga ishi lege, më keq se Petri Dumja me shokët e tyre. Apo Balluku. E hante një viqe. Kurse e mbesa sot, merë miliona dollar i matë me metro kup. Pra dashur shqiptar, u erdhi dita juaj. Unë i ftoj të gjithë. Ju lutem, më dërgoni çfarë shkolle keni bërë dhe ku keni dëshirë që ju të punoni në tokën tuaj, në tokën e gjyshve tuaj, pavarësisht se keni lindur në Evropë, pavarësisht se baba juaj ka qenë 20 vjeç kur ka dalë, dhe sot është 70 vjet, 60 vjet. E di që të vini të shihni gjyshen tuaj, të shihni tokën dhe vendin e gjyshit tënd, e babës tënd, që kur ka ikur me 2 korrik, 3 korrik, 4 korrik, 5 korrik të 90-s, ka ikur dhe kur ka dalë në Itali, s'ka patur plaçka në trup. Ishin më keq se afrikanët, nuk e them për qëllim të keq. Por në Afrikë njerëzit janë aq të dobët sa dhe koskat u duken eshtrat e tyre. Ashtu ishin shqiptarë, si ka parë me sy, i kam nxjerr fotografi. Dhe ju, fëmijët e tyre, që sot jeni profesora, jeni inxhinier, jeni doktor në Evropë, në Amerikë, e jani të shihoni tokën tuaj, tokën e sërgjyshve. Nuk ka me ëmbël se buka shqiptare. E kam fjalën toka shqiptare. Nuk ka me ëmbël se të martohesh me vajzë shqiptare. U presin. Pavarësisht se do marrësh një femër, një vajzë të Evropës, o në Amerikë. Nuk është vajzë shqiptare. Nuk i di zakonet tona. Nuk i di çdo të thot nën, bab. Nuk e di çdo të thot fis. Nuk e di dasma tona që bëhen të mrekullueshme. O vdekjet, mblidhen tërë shqiptarët. Është katolik, ortodoks, musliman, vinë të gjithë. Jo jashtë adheu. Jashtë adheu do të vinë vetëm ata që ke brenda shtëpisë. E janë pra në tokën tuaj.
E janë do jeni të lirë. Do kini vila, hotele që i kanë ngjitur tuaj, i kini ju. Unë po flas edhe do vetë t'i vizitoj, po bëhet demonstrat në minierën e Rubikut. Në minierën që e kanë liru turqit. Atje ka qenë burgu i Spaçit më parë. Unë po i them atyre turqive, leni njerëzit paguani se po bëhen cop, unë do vi atje, këto ditë do vi. Do vi t'i shoh ata që bëjnë grev, në tokën tonë ju vini shini dhe i paguani minatorët për $30 në ditë, po ju jo do t'u marrën parat ku do që i kini, jo në Turqi, po ku do në botë, do t'u marrën për që keni shfrytzuar atë tokë. Unë do t'u vija aty, ashtu si që vajta atyre që kanë minerat në Bulqiz, me erdhi turku me avion o pas të fat, nga Turqia, dhe u takuam në zyrën e tyre, që kanë zënë qerekun e Tiranës. Dëgjoni, o turqë, keni shirë, por aman, kudo që keni parat, do t'u ajipni atyre që i keni lënë në përminjerë, pa bukë, pa paguar, dhe taleni. E u venë policat e Edi Ramës kundra të minjerës. Edi, po gabon jashtëzakonisht. Po vret shqiptarët por një turk. Ne le të ndihmojë turku, që shteti. Por aman nuk harrojmë. Turqia na ka coptuar me qindra vite. Na ka izoluar. Por nuk mund të harrojmë Gjergj Kastriotin me djetë të vëllanë. Ne dim historinë, më mirë se ju turk që keni zënë minierat. Pagoni sa më parë para se të vi. Edhe po u betojmë, nuk u tremb, por aman do t'u heqëm zvarë. Deri sa t'u lem koskat. Keni ardhë në tokën tonë dhe shini me fshatarë. Me ata që janë gjysh stërgjyshi, me ata prindrit e prindrit e tyre, stërgjysht e tyre, kanë luftuar me stërgjyshët tuaj me turqit. Ju vini këtu e na bëni pazar. Ju vini këtu e kronë miri vlorër. Ju vini këtu e mini naftën e fjerit. Jo me. Ne i dim të gjitha. Ne i dim lëvizjet më të vogla që veni. Prandaj, ju që punori në minierë, që jeni në grev, unë po vi sa më parë. Dhe unë dëshiroj nga ju, kush është përgjegjësi juaj, të vinë sa më parë në zyrën tonë, këtu në Tiranë, në zyrën qendrore, të vizitojmë dhe unë do vi urgjent. E do t'i shihni si do ikën turqit. Do t'u abej si që abër atyre të Bulqizës. Me mua kanë dy gjëra. O të paguajnë demin e qëkushme, o zvarë kam për t'i heqë, si qdo heqë Edi Ramën. Natë e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim nesër, më faljet se u zgjata shumë, por me këta që u kanë bërë yve, që u kanë vrarë, duhet një natë dimri e një natë behari të flitet me ju. Natën e mirë, e miru pafshim nesër, rroft flamuri shqiptar së bashku me flamur amerikan. Ky do tjetë me shekujt e ardhshëm. Natën e mirë. Falenderoj profesor. Të dashur ndjekës, shihemi nesër në orën 18.